Prodhuesit e vajit të ullirit në Elbasan pohojnë se edhe pse 2025 nuk ishte një vit i mbar në prodhimin e ullirit, sa i takon rendimentit, ata janë të kënaqur me kërkesat në treg, që fal një modeli të ri që po fillon të aplikohet nga fermerët në Elbasan prej 2 vitesh. Teknologjia i ka ardhur në ndihmë edhe fermerëve për të vendosur kontakte me tregun botëror duke siguruar blerjes të vajit edhe shtetës amerikan. Po kosto kanë, bosh krasitir, ka shumë punimet, gjallat, barnat, barët e kjegj dhe pastran, ka gjysë për gjysë. Qmimi, qëllë vërdi, po me 7.000, 8.000 dhe në dhe, s'ka hama tepe. Dhe shesim, krejt, ku mu gjejmë. Po vija ta unë kam ta qekë amerikani. Ja dhe jashve, da marrë i tatë, kanë artu, e le direkt në fabrikë, nuk e marrë. E ka ata e kam plesu, me vjallë me dhumët litri në Amerikë. Ri çdo që është përfshirë në prodhimin dhe përpunimin e vajit të ullirit që në moshë të hershme dhe vendosja kontakteve me tregun amerikan, po i ndihmon fermerët në Elbasan të mos. Vaj shkon për në eksport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një prodhimtari, disa parcela që janë në kontroll dhe të vazhdueshëm edhe marrin certifikatën organike, siç jemi ne edhe vetë pajisur si fabrik për punimin për organik. Ky do jetë viti i dytë. Pra, sezoni kaluar ka qenë viti i parë për ne. Vit kemi kaluar, sapo kaluam 20.000 litra, ndërsa për këtë vit bëhet fjalë për një sasi prej 60.000 litra. Iri u thot se konsumatori amerikan është shumë i kujdesshëm në kontrollin e cilësisë ndaj vajit fermerëve, kalon një sër analizash. Ato përgjithsisht janë pak më të kujdesshëm për sa i përket nutricionit, pra mënyrave të ushqyerit, por e kam vlerësuar, patjetër që po. Po bëhet edhe një kampanjë nga mrapa për Shtetin e Bashkuar të Amerikës, brenda për popullin e vet, mbi konsumimin e vajit të ullirit. Këtë vit për shkak se rendimenti i ullinjve është më ulët në tregun vendas, 1 litër vaj po tregtohet nga 700 deri në 800 lekë.